Tani, du t'i thëmë kryeministrit, këtu me që më dha rasti, ne këtu në fshatin këtë nuk po kërkojmë se t'na qënë në klës, t'na shprëngullin. Dumë t'jetëm në vendin tonë, natyrën tonë, si na ka falë Zoti mrekullueshme. Po i kërkojmë edhe në drita, uj, rrugë, 3 gjërat elementare që i takojnë shtetit. Çfarë drita s'keni ju se unë i pash? Drita po janë. Drita, është kabli i ri, po në ato lagje ku jemi atje, gabina është 5 km, 6 km në largësi. Dritat nuk funksionojnë fare, të fiken drita dhe këto llambat e bardha fiket. S'keni tension ju atje? Është shumë në zero. Mat 120 shko energjia. Pra, kjo linja e re është vetëm këtu për fshatin këtu? Është si linjë me kabël, po nuk ka gabina. Po kemi kërku, thonë do asjellim, po nuk... Personatori i largë edhe i bie potenca, i bie forca. I bie forca, pra, gjë konkrete investim, pra nuk ka dhe nga jo fush. A kuptoj. E tani, taksat ne paguajmë për makinën. Naftën po ja paguajmë, se e kanë që 2200 lek, 1 litër naftë. Po tani, nësi a i që është në Klos, që e që në Tiranë, po sa du në atje, makina do 30.000 lek, 20.000 lek që të shkreju në Tiranë, tu ku jemi në fshat. Po besoj se pjesën e Luanit të karburantit e kërkon kjo rruga e keqe, se Tirana 10 minuta është. Tu e kërkon, nga Zibri në Tiranë në sajbe, 10-15 minuta. Tu e kërkon se këtu do të zbritish rrugën nga një poshtë vetëm me 4x4, se nuk e arrit dot ose do të ngjitesh. Në nga lagja këtu, për të kaluar lagjën tjetër, duhem 1 orë. Për të lidh lagja me lagjen, pra se s'ka rrugë, siç e pat. Rrugën është e shkatërruar komplet, totalisht pas një lloj vetëm emrin ka rruga investimi. Tash ai është shteg, pra, nuk është rrugë. Nuk po kërkojmë që të na çojnë në Tiranë, po kërkojmë të na investojmë pak këtu. Pak të deri te ura betonit, të na asfaltojnë dhe ne siç kanë bërë në gjithë zonat e tjera, se kanë asfaltuar zonat. Po të gjithë zonat e tjera, i vetmi fshat është Zipri bashkërisht me Ketën. Aty ku keni lënë rrugën që një fut për Ketë, këtu nuk ka pa investim asnjë. Pra, ata po kërkojmë. Që keni komune persekutuar ju, e matit. Nuk e di. Ju pas kanë vënë në kryq juve se. Ne kemi pa në gjitha komunat, janë bë investime, janë bë asfaltime, janë bë shumë derdhje betoni. Tu asnjë gjë nuk është bërë. Siç e pat dhe vet, paktën degë urët na bëshin një asfalt. Disa pjesë tu më sipër me ndaj beton, me ndaj gjë si ti zgjidhin bëhet e kalueshme, mos jetë kaq problematike. Tani kemi pas herë mas herë për fushat tu. U kemi kërku atje pra për ato 2 lagjet të tjera që jemi, u kemi kërku për 1 urë. Vinë e shofin, do bat, ama gjën nuk shofim. Materiale, punime, investime, nuk shofim. Tani, e kuptoj. Ore, ju i paguani taksat, nuk i keni thënë ndonjëherë na i ktheni këto taksa mbrapsh në kuptimin se taksat prandaj i paguajmë ne, i paguajmë që shtetit na i kthen shërbime. Ju thoni drita, do të thënë, ju rrugët, ju s'keni rrugë. Tani unë t'u pyes, a keni ju gjelbërim, a ju keni ju ndriçim, a keni ju pastrim? Se taksat i paguani edhe për këto të treja? Jo, për këto nuk ka se paguajmë, po për rrugët. I mbajnë se për shembull në si fshat. A paguan ti se ty s'të jep certifikata i po s'pagove taksat e këto i mbajnë se për shembull në si fshat trajtohen me ndihmë ekonomike dhe i bajnë. Po pra taksa bashkie. Taksa bashkia që paguan. Po pra ato janë taksa ndriçim, gjelbërim, pastrim. Po pra pa ti paguan edhe për pastrim që s'ke, edhe për gjelbërim. Ore plerat ku i çoni ju? Se këtu s'ka rrugë për me ardh robi, jo me ardh makina plerave. Po plerat, se cili do të pastrojnë territorin, po ka dhe disa që hedhen në ujë që nuk do të hedhen, do të hedhen. Po normal, po do përfundojnë lumë. Do të mushet ligjeni, do të mushet lumi, do të mushet do të ambienti, pra që nuk funksionojnë gjënat. Ti sa fëmijë ke? 3. Ti kesh me jetë. Ti nuk e ik nga Shqipëria. Jo, s'kam ik. Pra ti e guri rënd vend vet. Pra ti e patriot. Se kështu duhet me i thonë tani atyre që rrim fshat janë heronj. Qa do bëni? Pas këtij emisioni, sepse emisioni bën ka rolin e vet, po që ju qa do bëni?
Në Këshill Bashkiak keni shkuar, jeni ankuar, mirë bashki. Jemi ankuar, po kemi shku, jemi ankuar pas një gjë, nuk ka pas konkrete. Ha? S'keni përfaqësues. Po që keni rregull, atë ku ndajnë legët. Ju s'keni. E kam djalin në klasë 9, marron klasë 9, ai do të ikin në shkollë. Për shku nga shkolla mesme që ka. Po. Atje në Zipër. Komuna në Zipër është e paarritshme. Po. Se s'ka pramjet, s'ka rrugë, s'ka, është e paarritshme. Do t'i romi që t'i çem në Tiranë, do t'i çem atje, do të paguajmë qira, do të paguajmë rrugë. Që ta bëj gjimnazin në Tiranë? Po ta bëjmë në Tiranë, se nuk arritet, asnjë nuk e ka bën gjimnazin nga fshati ket, tu që është e paarritshme. Pra po më thuaj që gjithë ata të rinj që pata atje te lokali që po më thoshin kemi marrë shtëpi me qera, kanë ikur vetëm se s'ka rrugë për me shku ke gjimnazin? Kanë ikur në Tiranë, do shpenzojnë, do të shkojnë se nuk ka rrugë. Nuk ka rrugë për të shkollu. E kuptoj. Do t'i rohen ai që të ketë mundësi, do i çojnë në Tiranë, ai që s'ka mundësi do i lajnë pa shkollë. E qartë. Kjo është investimi. To janë investimet të mëdha që po na ngjojmë se për në gjuhë në gjëmë sa të dush, por në popull është zero. Me kuptoj. Në fshat është zero. Faleminderit. Faleminderit ju. Faleminderit.